Shkodra është një nga qytetet që e ka artin pjesë të natyrshme të identitetit të saj, por përtej skenave tradicionale, arti mund dhe duhet të jetojë edhe në hapësirat publike. Dy instrumentistët, Çamil Gjyrezi me trombë dhe Myrteza Dibra në kitarë, përcollën tinguj muzike në një nga pikat më të frekuentuara Buzë t'i Qenit, atë të Shirokës. Arti e rrugës përbën një formë të natyrshme komunikimi me publikun. Unë e bona me qef, e kam provu dhe herë tjetër. E kam provu në pedonale, e kam provu. Do ta provoj në lagjet të caktuara të qytetit Shkodrës që përfaqësojnë diçka. Pse jo, muzikant të gjitha nivelet mund të losin gjithë botën. Rruga është ku ti kontakton me, mund të jenë spontane, mund të jenë të organizuar. Tash po vjen sezoni turistik, sezoni verior. Të gjithë nxënësit e shkollës artistike, muzikantë të shqumë qytetit mund dalin të losin për publikun. Gjyrezi shpreh se arti i rrugës është një mundësi për ta bërë qytetin më të gjallë, më të hapur dhe më të afërt me publikun. Shkodra ka potencial të madh për ta zhvilluar këtë formë arti. Nëse planifikohen mirë, përshkruhen mirë, në bashkëpunim me Bashkinë e Shkodrës edhe me Zyrën e Kulturës, unë mendoj që është një rrugë shumë e mirë për të promovuar artin e qytetit tonë, mund të losin pjesë muzikore të kompozitorëve tanë të shquar, këngë popullore dhe do të ishte diçka e mirë shumë për të njohur njerëzit, turistët, qytetarë tjerë të Shqipërisë të arë që vijnë për një ditë në Shkodër. Arti i rrugës në këtë këndvështrim vjen si një mënyrë për të rivitalizuar hapësirat publike dhe për t'i dhënë Shkodrës jo vetëm bukurinë natyrore, por edhe tingullin karakteristik të traditës së saj muzikore.